Po pse ndodh ky problem? Ndoshta Silvinjo nuk i do yjet e mëdhenj në ekip, sepse edhe mënyra se si trajtohet ai ngjall shumë pikpyetje. Silvinjo është pikërisht tipi i trajnerit që nuk kërkon të vendosë askënd mbi vete, është tipi i trajnerit që kërkon të dalë gjithmonë kundër njerëzve. Ne flasim sot për Brojen, por të njëjtin trajtim e ka pasur edhe Ernest Muçi, por Ernest Muçi nuk është Armando Broja dhe prandaj ka qenë paksa më në ije. Dhe Ernest Muçi ka probleme të tilla psikologjike, vetbesimi dhe nuk i është dhënë ajo dora pasi është pikërisht në temën që ti the, që Devjazi kërkon të dalë gjithmonë kundër turmës, do të dalë gjithmonë kundër njerëzve. Për shembull, Mostoli është një me Don Berisha, i cili është lojtari më në formë në Serie A. Dhe Silvinjo nuk e aktivizon as 5 minuta kundër Anglisë në një ndeshje që rezultati është 0-2, kualifikimi jot është siguruar, ka marrë fund si ndeshje pra, dhe është lojtari më në formë Serie A, madje edhe më në formë se Aslani. Sepse ai luan te Lecce me Don Berisha në Aslani me Torino, por nëse i krahasojmë si ekipe, nuk është se ka një diferencë shumë të madhe mes ekipeve. Gjithmonë fakt Silvinjo është paradoksal, thot diçka tjetër në konferencën për shtyp dhe bën gjë tjetër në fushë. Është gjithmonë i tillë edhe me Uzunin. Silvinjo është munduar të fshihet nëpërmjet deklaratave, duke thënë në të kaluarën kur nuk aktivizonte që Uzuni nuk mund të luajë dot si sulmues krahu i djathtë apo krahu i majt, por mund të luajë vetëm në qendër dhe prandaj nuk aktivizoi, ndërsa Uzuni tani e kemi parë që vetëm në qendër nuk luan, por luan sa në krah djathtë, sa në krah majt ku i kërkon trajneri. Ndoshta Silvinjo kërkon të humbasë nëpërmjet deklaratave, por kryesore Silvinjos është pikërisht kjo që tham që nuk kërkon të vendoset dikush mbi të. Tifozët duan Anis Venetin, ai nuk e merr. Tifozët duan Mendon Berishën, nuk e fut fushën e lojës. Është gjithmonë kundër dhe gjen një zgjidhje, por për sa kohë ka këto rezultate që ka, askush nuk mund ta kritikojë. Mirë, Klaudio Ndresa, ishte kënaqësi të diskutonim. Falenderoj për kohën. Faleminderit.